7 marsi shënon një nga datat më të rëndësishme në historinë e arsimit shqiptar, hapjen e mësojnëtore së parë shqipe në Korçë në vitin 1887. Ky institucion arsimor ishte i pari që u themelua për të mësuar shqip në mënyrë të organizuar, në një kohë kur gjuha shqipe dhe arsimi kombëtar përballeshin me pengesa të mëdha nga sundimi osman. Mësojnëtoria e Korçës u bë jo vetëm një qendër e dijes, por edhe një vatër e fortë e ndërgjegjes kombëtare. Kjo ndërtesë sot është Muzeu i Arsimit. Gjatë vizitës sonë kemi takuar Silvia Skënderin, një ish nxënëse e mësojnëtore së parë shqipe, e cila kujton me nostalgji vitet e shkollës në këtë godinë historike. Mbrisat janë të shumta, mbasi unë kam kryer shkollën fillore në këtë shkollë, në mësojnëtoria e parë shqipe, dhe kam nostalgji për këtë shkollë. Që kur binte zilja dhe deri me mësueset tona gati hyjnore, të asaj kohe, i kujtoj me nostalgji dhe me mall. Edhe pas më shumë se një shekulli, mësojnëtoria e Korçës mbetet një simbol i fuqishëm i rezistencës dhe përpjekjeve për arsim dhe kulturë. Nuk është rastësi që shkolla e parë shqipe është hapur në Korçë. Korça është një qytet i kulturës, i qytetërimit, një qytet me shumë tradita dhe artdashës dhe mësimdashës. Do me thënë e kanë dashur dijen dhe diturinë. 7 marsi festohet sot si dita e mësuesit në nder të atyre që mbajnë gjallë misionin e dijes dhe edukimit. Ky institucion na kujton se gjuha dhe arsimi janë shtyllat kryesore të identitetit ton kombëtar dhe se çdo brez ka detyrë për ta ruajtur dhe çuar përpara të trashëgimit të çmuar.